Të nderuar shikues, ju përshëndes, do të jemi së bashku në minutat e ditarit informativ, ku ndër të tjera do të ndiqni. Gjirokastra u përfshin nga përmbytje të rënda pas rreshjeve të dendura, teksa përroi Filcos doli nga shtrati dhe vërshoi në disa zona të qytetit. Ujërat e rrëmbyeshëm morën përpara automjete dhe përmbytën banesa e biznese, ndërsa qarkullimi u paralizua. Shërbimet e emergjencës dhe bashkia ndërhyn gjatë natës për pastrimin e rrugëve në ndjekje nga afër të kryetarit të bashkisë dhe prefektes së qarkut. Gjirokastra ka përjetuar orë të rënda pas rreshjeve intensive që kanë shkaktuar përmbytje dhe grumbullimin e ertesh në lagjet e poshtme të qytetit. Kryetari i bashkisë, Flamur Golemi, ndodhet në terren duke ndjekur nga afër situatën dhe punën e grupeve të emergjencës. Golemi thotë se fatmirësisht nuk ka persona të lënduar, por disa banesa, biznese dhe automjete kanë pësuar dëme materiale, ndërkohë që grupet e punës së bashkisë po punojnë pa ndalim që prej mbrëmjes së djeshme për pastrimin e rrugëve dhe rikthimin e normalitetit. Prefektja e qarkut Albana Hasanaj gjatë një komunikimi për mediat ka pohuar se pavarësisht të rreshjeve intensive të shiut, të gjitha akset nacionale në territorin e qarkut janë të kalueshme. Sipas prefektes, bashkia Gjirokastër rezulton me prekura, ndërsa në njësitë e tjera vendore, problematikat janë të vogla. Gjithashtu, grupet e punës dhe ekipet e kompanive kontraktore janë në terren. Situata e krijuar nga moti i keq nuk ka sjellë lëndime apo humbje jetësh njerëzore. Burime nga urgjenca e spitalit rajonal Omer Nishani bëjnë të ditur se nuk është shënuar asnjë rast i tillë si shkak i përmbytjeve, madje edhe problematikat rutinë në punën e tyre të përditshme kanë qenë të pakta. Ju njohim tani më gjërësisht. Gjirokastra u përfshin nga përmbytjet e rënda pas rreshjeve të dendura, teksa përroi Filcos doli nga shtrati dhe vërshoi në disa zona të qytetit. Ujërat e rrëmbyeshëm morën përpara automjete dhe përmbytën banesa e biznese, ndërsa qarkullimi u paralizua për disa orë. Shërbimet e emergjencës dhe bashkia ndërhyn gjatë natës për pastrimin e rrugëve në ndjekje nga afër të kryetarit të bashkisë dhe prefektes së qarkut. Mbrëmja 6 janari do të mbetet të gjatë në kujtesën e gjithë gjirokastritëve. Një skenari frikshëm i cilësuar nga vetë qytetarët si apokaliptik u shpalos brenda pak minutash teksa rreshjet e dendura të shiut të shoqëruara me breshë shndruan qytetin në një lumë të furishëm. Proi Filcos doli nga shtrati duke lëshuar me forcë ujërat të rrëmbyeshëm që pushtuan në rrugët dhe lagjet përreth. Valët e fuqishme morën përpara gjithçka që gjetën në rrugë, automjete të parkuara, kosha mbeturinash, inerte dhe materiale ndërtimi, ndërsa uji deportoi me shpejtësi në banesa dhe biznese, duke shkaktuar dëme të mëdha materiale. Lagjet Varosh dhe 18 shtatori ishin ndër më të goditurat. Në zonën muzeale automjetet u zhvendosën dhunshëm nga rrjedha projit, ndërsa pamjet e frikshme të ujit që përplasen pas ndërtesave historike krijuan një panoramë dramatike. Në lagjen e poshtme 18 shtatori përmbytjet ishin të rënda. Bizneset të tëra u mbuluan nga uji dhe balta, banesa u përmbytën ndërsa qarkullimi në bulevard u paralizua plotësisht. Banorët përjetuan momente paniku teksa uji rritej nga minuta në minutë pa lënë kohë për reagim. Dritat u fikën në disa zona, ndërsa zhurma e ujit dhe objekteve që përplaseshin mes tyre thyen heshtjen e natës. Menjëherë pas përkeqësimit të situatës, strukturat e emergjencës dhe shërbimet e bashkisë zbritën në terren. Gjatë gjithë natës, punonësit punuan në rreshje për të pastruar rrugët e të mbushura me inerte, baltë dhe mbetje urbane duke tentuar të rikthejnë normalitetin. Në terren, në orët e vona të natës ishin të pranishëm edhe kryetari i bashkisë së Gjirokastrës Flamur Golemi dhe prefektja e qarkut Albana Hasanaj, të cilët ndoqën nga afër situatën kritike dhe punuan për pastrimin e rrugëve të përmbytura. Fatmirësisht, pavarësisht skenarit të rënd, nuk raportohen persona të lënduar. Megjithatë, dëmet materiale janë të konsiderueshme dhe po vlerësohen nga autoritetet, ndërsa strukturat vendore mbeten në gëditshmëri, pasi rreziku nga rreshjet dhe përmbytjet nuk ka kaluar ende.
Moti i keq ka shkaktuar problematika të shumta në Gjirokastër, si pasojë e rreshjeve intensive të shiut. Mbetje inerte janë grumbulluar në pjesën e poshtme të lagjes 18 shtatori, duke shkaktuar dëme në disa biznese, ndërkohë uji ka nisur të tërhiqet dhe qarkullimi i automjeteve i është rikthyer normalitetit. Rreshjet e dendura të shiut në mbrëmjen e djeshme kanë krijuar një situatë problematike në akset rrugore të qytetit të Gjirokastrës apo edhe zonat rurale të saj. Siç mund ta shihni edhe pas meje, vërshimi i ujrave nga përrejnë malor ka sjellë sasi të mëdha inertesh në rrugë, duke vështirësuar qarkullimin e mjeteve dhe këmbësorëve. Për këtë arsye, punonjësit e shërbimeve publike të Bashkisë Gjirokastër ndodhen në terren ku po punojnë pa ndërprerje për pastrimin e rrugëve dhe rikthimin e normalitetit. Autoritetet vendore bëjnë apel për kujdes të shtuar, ndërsa situata po monitorohet në mënyrë të vazhdueshme. Si pasojë e rreshjeve të dendura të ditëve të fundit, Bashkia Gjirokastër po përballet me disa problematika serioze që kanë prekur jetën e përditshme të qytetarëve dhe aktivitetin ekonomik. Në disa zona janë raportuar për mbytje të pjesëshme të banesave ku uji ka depërtuar në obore dhe ambiente të brendshme duke shkaktuar dëme materiale. Bizneset, kryesisht ato të vogla dhe të shërbimit në lagjen 18 shtatori kanë pësuar dëmtime nga prania e ujit dhe baltës apo inerteve të shumta, çka ka sjellë ndërprerje të aktivitetit dhe humbje ekonomike për ta. Probleme janë evidentuar edhe në infrastrukturën rrugore, ku disa aksa janë dëmtuar nga rrëshqitjet e dherave, prania e inerteve dhe amortizimi i kanaleve kulluese, duke vështirësuar qarkullimin e automjeteve. Ndërkohë në rrugët dytësore dhe lagjet periferike ka problematika më të theksuara, me segmente të bllokuara ose të dëmtuara. Strukturat e bashkisë dhe shërbimet emergjente ndodhen në terren për pastrimin e inerteve, normalizimin e situatës dhe vlerësimin e dëmeve në banesa, biznese dhe infrastrukturë. Situata vijon të monitorohet ndërsa u bëhet thirrje qytetarëve të tregojnë kujdes dhe të raportojnë çdo problematik pranë strukturave përkatëse. Gjirokastra ka përjetuar orë të rënda pas rreshjeve intensive që kanë shkaktuar përmbytje dhe grumbullim inertesh në lagjet e poshtme të qytetit. Kryetari i Bashkisë Flamur Golemi ndodhet në terren duke ndjekur nga afër situatën dhe punën e grupeve të emergjencës. Golemi thotë se fatmirësisht nuk ka persona të lënduar, por disa banesa, biznese dhe automjete kanë pësuar dëmtime të shumta. Ndërkohë që grupet e punës së bashkisë po punojnë pa ndalim që prej mbrëmjes së djeshme për pastrimin e rrugëve dhe rikthimin e normalitetit. Pasorëve të vështira që Gjirokastra kaloi si pasojë e rreshjeve intensive, situata në territorin e bashkisë po shkon drejt normalizimit. Kryetari i Bashkisë Gjirokastër Flamur Golemi bën me dije se strukturat bashkiake dhe shërbimet e emergjencave civile kanë qenë në terren gjatë gjithë natës dhe vijojnë ende për të përballuar situatën. Sipas kryebashkiakut, problematikat më të theksuara janë evidentuar në disa lagje të qytetit, kryesisht në 18 shtatori, ku përmbytjet, prania e inerteve dhe rrëshqitjet e dherave kanë shkaktuar dëme të konsiderueshme në biznese, banesa dhe segmente rrugore. Kemi filluar që për mbrëmjes së djeshme me pastrimin e inerteve, janë tonë inertesh në fakt që po largohen nga rrugët kryesore, duke filluar nga rruga e 18 shtatorit, do vazhdohet edhe me lagjet e tjera të qytetit. Kemi mbështetjen sot na janë bashkuar edhe forcat e armatosura, ashtu si kundër edhe Drejtoria Rajonale e Rrugëve, të cilat në bashkëpunim me shërbimet komunale, me shërbimin pyjor dhe me gjithë forcat mbështetëse, thash janë në terren dhe ndërkohë që po flasim dhe po punojmë dhe jemi përqendruar në akset kryesore të qytetit, patjetër nuk kemi haruar edhe njësitë administrative. Kemi patur sot një bllokim për momentin në fshatin Lazrat, po kështu situatë emergjente ka qenë në njësinë administrative Lunxhëri. Janë zhbllokuar gjithë fshatrat përveç problematikës që ngelet në fshatin Doksat, ku
së bashku kemi diskutuar edhe me Ministrin e Mbrojtjes për të patur një ndryrje edhe më të specializuar në rrugën, në aksin e rrugës Dhoksatit, i cili në fakt Proj lumi ka marrë pothuaj një gjatësi diku ke 50 metra të kësaj rruge. Besoj shumë shpejt do të gjejmë një zgjidhje edhe për rrugën e fshatit Doksat. Por kemi dy zona, ashtu sikur njëra është tek pranë kishës së vjetër, tek pazari vjetër, dhe në zonën e Sfakës, pra në një zonë e re poshtë lagjes Dunavat. Nga specialistët ta nuk na rrezikojnë familjet, por që duhet parë me prioritet atë problem që Gjirokastra ka patur në pjesën e rishkitjeve, mos kemi problem në vazhdimsi, sidomos me familjet. Kryebashkiaku Golemi thekson se procesi i verifikimit dhe vlerësimit të dëmeve është në vijim. Në fazën e dytë patjetër do të çohen grupet e monitorimit dhe të konstatimit të dëmeve, siç e parashikon ligji, do të zbatohet pikë për pikë neni edhe ligji, edhe për dëmet e shkaktuara nga kjo situatë, nga kjo fatkeqësi. Ndërsa prioritet është siguria e qytetarëve dhe rikthimi sa më shpejt i normalitetit. Prefektja e qarkut të Gjirokastrës Albana Hasanaj gjatë një komunikimi për mediat ka pohuar se pavarësisht rreshjeve intensive të shiut, të gjitha akset rrugore nacionale janë të hapura. Pra, sipas prefektes, Bashkia Gjirokastër rezulton me prekura, ndërsa në njësitë e tjera vendore problematikat janë më të vogla. Grupet e punës dhe ekipet e kompanive kontraktore janë në teren. Rreshjet e dendurat të orëve të fundit kanë krijuar problematika në disa zona të qarkut të Gjirokastrës, ku me prekura rezulton të jetë Bashkia Gjirokastër. Sipas prefektes së qarkut Albana Hasanaj, situata është ndjekur në kohë reale nga strukturat e emergjencave civile në bashkëpunim me bashkitë dhe institucionet përkatëse. Problematikat kryesore janë evidentuar në banesa dhe biznese, ku uji dhe inertet kanë shkaktuar dëme të shumta materiale si dhe në infrastrukturën rrugore, me rrëshqitje dherash dhe bllokime të përkohshme të disa akseve, kryesisht në lagje dhe rrugë dytësore. Në qarkun e Gjirokastrës me prekur ka qenë Bashkia e Gjirokastrës, e cila për shkak të sasive të mëdha të rreshjeve ka kaluar një situatë të vështirë. Kjo për shkak të dëmtimit të disa banesave, por edhe të bizneseve. E kjo si pasojë e rreshjeve të shumta dhe fluksit të madh të ujit, shoqëruar kjo edhe me sasi të mëdha inertesh në të gjithë qytetin. Prefekti Albana Hasanaj thekson se ekipet në terren kanë ndërhyrë për pastrimin e inerteve, hapjen e kanaleve kulluese dhe kthimin në normalitet të qarkullimit. Në 24 orët e fundit po punohet intensivisht për menaxhimin e situatës. Gjitha institucionet, por edhe strukturat vendore janë në angazhim maksimal për përballimin e situatës. Jemi duke koordinuar punën me gjitha institucionet dhe aktorët menaxhues të kësaj situate, duke përpjekur të kthejmë këtë situatë në normalitet për sa i përket qarkullimit të mjeteve, por edhe pjesës sigurisë së njerëzve. Jemi tashmë duke bërë vlerësimin e disa banesave. Në pjesën më të madhe të këtyre banesave ka patur shkitje të dherave rreth tyre dhe jemi duke pritur specialist për të bërë vlerësimin real të tyre dhe nëse do të jetë më pas e nevojshme evakuimi i këtyre personave nga banesat e tyre. Strukturat e prefekturës dhe bashkitë mbeten në gatishmëri të plot deri në stabilizimin e plot të situatës. Rreshjet e dendura të shiut në lagjen 18 shtatori në Gjirokastër kanë shkaktuar përmbytje të konsiderueshme, ku disa biznese janë dëmtuar rënd. Uji ka depërtuar brenda ambienteve duke shkatëruar infrastrukturën e brendshme, ndërkohë që administratorët e tyre raportojnë për dëme madhore. Dhjetra biznese në Gjirokastër pësuan dëme të konsiderueshme si pasojë e përmbytjeve të shkaktuara nga rreshjet e dendura të shiut. Administratorët e tyre shprehen se kjo situatë i gjeti të papërgatitur, duke u detyruar të bëjnë përpjekje për të shpëtuar sa më shumë nga malli i tyre. Ishim brenda dyqan dhe jo më pak se 10 minuta ndodhi kjo që shikoni sot dhe nuk mundem të bënim dot asnjë gjë. Për 10 minuta u shkatërua gjithë shka. Kjo ishte situata që ndodhi. Dëmet e këtij biznesi që kam ngritur janë më shumë se 300.000 euro, sepse janë produkte jo të lira. Pjesa që shikoni këtu është as 10% e kësaj që shifni. Në rënoja është komplet ajo që po
flasin. Ne ishim në dyqan, u munduam të largonim ujin me këto mjetet tona rethanore, po nuk ishin ardhur kaq shumë, nuk ishte kaq shumë prurje. Duke kaluar orët edhe bëj edhe më keq, u detyruam me mbyllëm, tani në mëngjes vim i gjejmë dyqanet të mbushura me ujë. Çdo emergjencë që ndodh në këtë lagje, e njëjta gjë është. Na është thonë që do hapet një kanal aty, të shkojë drejt asaj, edhe asnjë gjë s'është bërë. Ka 3-4 vjet që diskutohet. Edhe te kanali kryesor që është këtu, të mbinua që lidhet me rrugën kryesore, nuk është në ato seksione që duhet jetë. Mund të jenë 100 metra kub ujë vetëm atje. Plus shtëpia, plus këtu. Ndaj, ka vetur brenda në shtëpi ujë të rreth 1 pëllëm. Në moment që do vijam të poshtë, shiu erdhi, morëm ato masat e vogla që marrim neve nga mbrapa derës. Këtu na erdhi ujët, na mbyti në kuptimin e fjalës, se shkarkimet nuk punojnë. Tu ishtë blokuar gjithçka, nuk mbet llogari sepse unë janë elektrike. Dhe këto nga ujët gjithmonë pësojnë defekte. Nuk më të thuash për shembull kablët. Po morën ujë ato rezistencat. Të gjitha këto që janë elektrike, ne nuk e kemi nga natyra në këtë zonë. Uji vati diku te 50 cm thellësi, u përmbytën të gjithë divan, dhe erdhi brenda 2 minutash u përmbyt fare gjithë. Dëmi është kolosal, mund të jetë edhe mbi 30 milion lekë. Ai çfarë të themi, ju e shikoni vetë gjendja është katastrofë. Çfarë të themi, kjo është e gjitha situata. Kërkojmë ndihmë tani nga bashkia, sidomos të rregullohet ky kanali, se ky na përmbyt, ky kanal na përmbyt tëra, nuk është problem se na përmbyt ujë këtu, ne na përmbyt ky kanali i ujrave të zeza. Sipas tyre, kjo është herë e parë që përballen me një situatë të tillë. Në Gjirokastër jo, nuk, të paktën 23 vjet jam unë me dyqan, nuk na ka ndodhur diçka e tillë, nuk na ka ndodhur. Shpresojmë të na ndihmojnë, të mbarojmë shpejt të filloj puna si zakonisht. Po, isha në dyqan dhe thash të pushoj dhe pak e tikja për në shtëpi. Kur ajo u mbush dyqani me ujë, nuk kishe mundësi. Duhet kjo shkalla këtu te menja, duhet të rrafshohet, se ne ajo na shpëton. Se uji ande, se po të shikosh rrugën të vësh niveli, rruga është kështu këtu. Dhe vetëm kjo na shpëton. Kjo tani duhet të jetë pak me ulët që uji të iki, mos ngelet uji aty. Bizneset e prekura shpresojnë në ndihmën e institucioneve për të përballuar pasojat. Përmbytjet nuk sollen vetëm dëme materiale, por edhe pasiguri për të ardhmen e bizneseve të tyre. Situata e krijuar nga moti i keq nuk ka sjellë lëndime apo humbje jetësh njerëzore në Gjirokastër. Burime nga Spitali Rajonal Omer Nishani bëjnë të ditur se nuk është shënuar asnjë rast i tillë si shkak i përmbytjeve. Madje edhe problematikat rutinë në punën e tyre të përditshme kanë qenë më të pakta. E qetë pa problematika të mëdha shëndetësore ka kaluar mbrëmja e djeshme për stafin e urgjencës së Spitalit të Gjirokastrës. Mjeku Bledar Çela thotë se janë përgjigjur disa telefonatave të ardhura nga banorët, jo si shkak i izolimit apo lëndimit nga situata e krijuar, por për problematika të zakonshme shëndetësore. Gjatë ditës së djeshme urgjenca që në funksion të plot, sidomos në momente kur rreshjet kaluan atë pritshmërinë normale, dhe ishim në gatishmëri për çdo situatë, dhe pavarësisht se rrugët u bllokuan dhe fluksi nuk kishim fluks në urgjencë, po ju përgjigjim turni paramesh, ju përgjigj disa rasteve, disa persona të izoluar ose disa raste të tjera, të cilët u evakuan dhe u sollën në urgjencë dhe vëlla shërbimi i duhur. Plus dhe ishe gjatë tërë kohës në gatishmëri për çdo problem tjetër që të paraqitej. Gjatë ditës së dieshme nuk ka pasur dëme, plus edhe nga ata njerëzit që mund të kenë qenë të izoluar ose në zonat ku shiu i ka përmbytur, qoftë edhe nga cemuri kronik që mund të kenë ngelur vetëm dhe nuk kishin mundësi domethënë që t'u bëjë kujdesi. Nuk kemi pasur probleme domethënë shëndetësore, humbje jete ose rëndim ose diçka tjetër gjatë kohës kur rreshjet e kaluan atë pritshmërinë e zakonshme. Ato raste që kanë qenë problematike, urgjenca është përgjigjur, u është dhënë ndihmja qoftë në shtëpinë e tyre, qoftë disa janë evakuar dhe janë sjellë në spital, të cilët janë ndjekur në dinamikë dhe u edhe shërbimi i duhur. Plus asaj gjatë tërë kohës urgjenca ka qenë në gatishmëri
për çdo problematik që mund të dilte, pavarësisht bllokimit të rrugëve dhe situatës së vështirë që ka qenë ditët e dieshme. Në disa raste u zhdashur edhe bashkëpunimi me punonjësit e zjarfikses për të hyrë në banesat e tyre. Që një bashkëpunim i mirë me zjarfiksen e cila pak a shumë na ndihmojnë në evakuimin ose transportimin e personave të sëmurë ose personave të izoluar drejt spitalit ose në rastet kur kishin nevojë për lëvizje nga spitali në shtëpi, si pasojë e bllokimit të disa rrugëve gjatë ditës së dieshme. Edhe paraditja e sotme ishte e qetë për bluzat e bardha të këtij shërbimi. Në Gjirokastër e Libohov është pezulluar procesi mësimor si shkak i motit të keq, ndërsa në Dropull procesi ka vijuar por me mungesë të nxënësve dhe mësuesve që shkojnë nga Gjirokastra. Në godinat arsimore, bashkia sot ka ndërhyrë për eliminimin e problematikave të vogla të shfaqura nga rreshtet e vrullshme. Në 14 shkolla që funksionojnë në bashkinë në Gjirokastër, sot nuk është zhvilluar procesi mësimor. Pezullimi erdhi pas një vendimi të marrë mes Ministrisë së Arsimit dhe shtabit të emergjencave në prefekturën Gjirokastër, si shkak i motit të keq. Ndërkohë, të gjitha godinat shkollore sot kanë qenë në monitorimin e punonjësve të Drejtorisë së Arsimit në bashkinë Gjirokastër. Problematikat që kanë shfaqur pas rreshjeve të dendura të furishme kanë qenë kryesisht në ambientet e jashtme, thotë Erald Seifo, përgjegjës i mirëmbajtjes. Vetëm në disa prej tyre janë vërejtur prania lagështisë nga dritaret apo taracat. Pas ndërhyrjes së bërë, të gjitha institucionet arsimore janë gati për të pritur nxënësit. Jemi në monitorim të situatës për shkak të rreshjeve të dëndura të shiut, problematikat të shfaqura në institucionet arsimore nuk kemi. Problemet janë shfaqur janë vetëm tek shkolla Koto Hoxhi, vetëm një vërshimi i ujit për shkak se niveli është i ulët i palestrës. Janë marrë masa që në orët e para të mëngjesit që çdo gjë të kthehet në normalitet. Nuk kemi asnjë lloj shqetësimi përveç nuk kemi ndonjë shqetësim madhor, përveç ndonjë lagështie apo pike për shkak edhe të godinave se janë godina të vjetra. Gjithsesi janë marrë masa për një funksionim sa më të mirë. Qoftë kjo edhe në njësitë administrative, në të gjitha njësitë administrative që mbulon bashkia jonë, nuk kemi asnjë problem. Të gjitha shkollat janë inspektuar nga afër, kemi ngritur grupin e punës nga të gjithë punonjësit e drejtorisë arsimore, qoftë për vëzhgimin, qoftë edhe për ndonjë problematik të shfaqur, po themi nga pikat apo oboret për shkak të shirave që mund të kenë futur pa pastërtira në obore, në ambientet e brendshme të shkollave nuk kemi asnjë lloj problematike. Ndërsa në 2 shkollat e bashkuara të Dropullit sot mësimi është zhvillua por me mungesa të theksuara të nxënësve dhe personelit pedagogjik. Kryesisht kanë munguar nxënësit dhe mësuesit që nisen nga qyteti i Gjirokastrës. Rreshtet e dendura të shiut kanë përmbytur parcela të konsiderueshme bujqësore, duke dëmtuar veçanërisht kulturat e mbjella rishtazi dhe frutikulturën. Specialistët e bujqësisë po monitorojnë situatën në teren, ndërsa në ditët në vijim pritet edhe një evidentim dhe vlerësim i plot i dëmeve. Rreshtet e dendura të rëna gjatë orëve të fundit kanë përmbytur parcela të shumta bujqësore në qarkun e Gjirokastrës, duke shkaktuar dëme të konsiderueshme në kulturat bujqësore. Specialistët e bujqësisë bëjnë me dije se situata paraqitet shqetësuese, ndërsa grupet e punës ndodhen në terren dhe po monitorojnë nga afër gjendjen. Kjo sasi e madhe e rreshjeve natyrisht që ka shkaktuar dëme, sepse intensiteti i lartë nuk mundet që ta shkarkonin të gjithë, qoftë edhe rrjeti kullus nuk mund të funksiononte normalisht, kështu që ka rritje edhe të nivelit të lumit, po edhe mbushje ose mbushje të kanaleve kullus, rrjeti kullus nuk funksionon normalisht, aktualisht. Dëme ka natyrisht sepse problemi është erozioni nga lumenj në disa pika. Në këto momente përveç monitorimit, evidentimit të dëmeve, kjo është kontaktimi me disa fermerë që janë më të prekur në këto raste dhe përcjellja e problematikave në linjë. Dëmet më të mëdha janë evidentuar në kulturat e mbjella rishtaz, si dhe në sektorin e frutikulturës. Janë kryesisht këto kulturat e mbjella në vjesht, haslat, grure, tërshër, këto janë më të dëmtuarat natyrisht, por edhe vetë toka që erodohet do mjaft punë pastaj ta rikthesh në gjendjen e mpashme, se duhet të largosh fillimisht zhavorin.
Në ditët në vijim, pritet të kryhet procesi I evidentimit dhe vlerësimit të plot të dëmeve në kulturat bujqësore. Fushat e Vurgut në Sarand janë në monitorim të vazhdueshëm pas rreshjeve të dendura. Uji ka mbetur brenda baseneve ndërsa strukturat shtetërore dhe emergjencat civile po ndërhyjnë me mjete për të parandaluar përmbytjet. Përvoja e emergjencës së dhjetorit të kaluar ka ndihmuar në menaxhimin e situatës, ndërsa fermerët dhe banorët janë udhëzuar të raportojnë për çdo shqetësim apo problematik të mundshme. Rreshjet me intensitet të lartë nuk kanë munguar në Sarand. Nga drejtoria e bujqësisë në bashkinë e Sarandës, situata vlerësohet se është në normalitet. Sipas drejtorit Mustafa Lama, ka prani ujë por brenda basenit të vet dhe janë marrë e po merren masa jo vetëm për mbajtjen e situatës në monitorim të vazhdueshëm nga ora në orë, por edhe me ndërhyrje me mjete që parandalojnë përkeqësimin. Në orët e para të paraditës së sotme raportohet të jetë ndërhyrë me ekskavator për të kryer sistemime si mas parandaluese për të mos lejuar krijimin e situatës së rënduar në argjinaturën dhe fushat e Çukës. Si rezultat I rreshjeve të rënë të ditës së djeshme, ka prani ujë nëpër tokat bujqësore. Dumi I Bistricës ka dalë pjesërisht nga shtrati dhe është rrinë në bazenin e vet. Gjendja është normale, tashmë duke pasur dhe përvojën e 2 muajve të mëparshëm, është bërë si natyrë pune duke hequr vëmendjen nga fatkeqësi natyrore, tashmë është bërë si diçka e përditshme. Nuk kemi probleme madhore, kemi bërë njoftimin edhe mediatik edhe familje me familje për evakuimin në zonat me risk të shtuar. Jemi në monitorim të vazhdueshëm të gjendjes, presim edhe ditën e sotme dhe të nesme shira të vazhdueshme me intensitet të lartë, por me sa shikojmë, Saranda këtë radhë nuk do të ketë probleme. Masat janë marrë tamam në kohën e duhur dhe nuk do kemi probleme. Përballimi I emergjencës së ardhur dhjetorin e vitit të kaluar me rikthimin e lumit Bistrica në shtratin e vet dhe puna e bërë për rehabilitimin e argjinaturës së Çukës janë kthyer në përvojë të dobishme për masa të forta që parandalojnë krijimin e situatave të ngjashme. Me këtë eksperiencë, organizimi dhe menaxhimi të fituar prej ditës së djeshme dhe sot, strukturat shtetërore në bashkëpunim me ato të emergjencave gjenden në teren, ndërkohë nga fermerët dhe banorët e Çukës është kërkuar që të raportojnë në çdo orë për çdo shqetësim. Të nderuar shikues, ishte gjithçka e përgatitur për këtë ditar informativ nga gazetarët tanë në teren. Ju faleminderit për vëmendjen, shikim të këndshëm të programeve në vazhdim. Bashkë ju takofshi.